Përshëndetje për këtë shikuesën dhe dëgjuesët edhe të mikrofonit. Faleminderit që vazhdoni me na ndjekë me qëndru bestek ndaj emisionit ton. Kësaj radhe, qysh e kena premtu që çdo muaj kemi me zgjedh një talent të ri. Edhe pas këtë atyre videot ata që kanë aplikuar audicionit ton, ne kemi përzgjedh për këtë muaj një këngëtare me një zot frest, një vojës shumë talentume. Sot e kemi këtu Elena Gashin. Mirë se ka ardhur Elena. Përshëndetje, Bine, mirë se ju gjeta. Faleminderit. Elena, për fillim, qysh je? Mirë, faleminderit. Zakonisht kur merr pjesë në për intervista, a ki emocion? Po, normale, zakonisht se cila intervistë, se cila eksperiencë e re, shkon me emocione të reja, të përzime pak, mirë po do të me ditë me i menaxhu edhe me punu fort. Bravo. Hajde na kallëzo pak për veten, qysh ke fillu, kur ke fillu me marrë me muzikë? Kur e ke vrej që je për muzikë? Unë me muzikë jam marrë prej e vogël, edhe shtys për mu ka qenë familja jam. Zakonisht ata kanë qenë prej atynëve që gjithmonë ma kanë bo, po vazhdo kënoje një këngë, hajde që ta provo, me shku në audicione, që ajo në konë emisione për talenta. Ke marrë pjesa? Po. Okay. Ka qenë shumë moti, besoj ka pak vjetë, po ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe pse jam konë pak e vogël, edhe normal talenti lyp me u zhvillu, me u punu zakonisht, edhe thjesht jam falenderuese për krejt senet që ai kom përjetu deri tash. Bravo. Elena, e di që ke kry shkollën e muzikës, sa ka ndiku kjo në formimin tënë si artiste? Në formimin tëm, ka ona personale ka ndiku, ka pas shumë rol të madh, shumë rol të rëndësishëm, për arsye se u kon një prej përvojave më të veçanta që i kam përjetu najher, kam mësu shumë sene edhe kam taku shumë njerëz të ri, kam vizitu shumë vene me shkollën tëm, me profesorët, profesorishat, jam shumë falenderuese për krejt mundin që e kanë bo, që sot me qenë na si artista në mënyrën më të mirë të mundshme. Në aspektin profesional? Në aspektin profesional, moj me thonë që se ka ndihmu? Ka ndihmu tepër shumë. Nëse flasim për koncerte, për anën e muzikës, muzikalisht ka qenë shumë mirë për arsye se jam shumë e aft tash për me i gjetë akordet vetë, me përcjell veten me piano, me këndu vetë, edhe e kam aftësinë që tash me bë diçka pa ndihmën e dikujt për arsye se na ka ndihmu me kohë njerëz të adekuat shkolla. Bravo. Tash do më thonë, kur ti e ndëgjon një këngë që të pëlqen, ose që do me mësu dhe me ushtru, do më thonë ti e në gjendje me a gjithë akordet vetë, edhe me këndu këngën vetë, me ditë tonalitetin ku po të flen, ku më nësh me mëri, ambitusin. Ti përveç pianiste, përveç pianos, që më shonë ti edhe këndimin që i ki të dyja, që i kombinon bashkë? Shumicën e kohës e përdori edhe pianon, që e thash edhe ma herët, e kam një piano cilën e du shumë, e vlerësoj jashtëzakonisht, më ndihmon sidomos me nota me i gjetë, kur ty duhet një notë normal e lyp një notë cilat përshtatet ty për me gjetë një këngë, që e tha edhe ti pak më herët. Masnej përmes asaj note vazhdojna me akorde, përcjelli veten, kënaj diçka që më bën me uni shumë mirë, sidomos kur jam vetë, këndoj shumë, e shfrytëzoj kohën e lirë tu këndu edhe tu lujt piano. Shumë mirë. Një këngë që e kënon shpesh me piano, ti që e përcjell veten vetë, pe kënon asas të parën. Okej, një prej tyne është kënga e Dafinës, Dafina Zeqirit. Okej. Bano i sinqert. Në cilën notë? Notën G. Okej, s'tash ti do të pyesë ti e den, do të Po, patjetër. Kur dush? Bano i sinqert një herë në jetë, ha më tonë ti mu,
Bënu I sinqert një herë në jet, a m'ke zavendësu. Bënu I sinqert më trego drejt, a të kam mjaftu. Bënu I sinqert një herë në jet, me to a ke shku. Mos e le ti, mos e le dashnin më shu. Mos e le ti, mos e le, a e din se sa të du. Bravo! Faleminderit. Shumë mirë, shumë sakt, shumë mirë. Okej, prej artistave tonë, cili këngëtore se këngëtore të pëlqen, që ngon më shumë ose që e përcjell prej fillimit? Bini, është një pyetje shumë e vështirë për arsye se cili artist punon shumë për me nxjerr diçka të mirë. Bravo. Krejt artistat I ndëgjoj, krejt artistat më pëlqejnë. Po dikon e veçan, normal, sipas preferencave të secilit person është shija. Për shijen tam, Dafina Zeqiri, Elvana Gjata, pak ma shumë këto dyja. Elvana, okej. A ke përgatit diçka të Elvanës me kënu? Pa tjetër. Të veç e kitë përgatit, sigurisht se ti edhe e ki marit se kënu në Po, normal. Okej, cilën këngë? Shumë të Elvanës. Më fal. Më fal. Po. Dish me kënu A, B, H, dikon që ty. Okej, B. B, okej. S'ma fal ti, unë e di më shumë ku të kam vrar. Nuk dishta, besëm nuk dishta. S'ma fal ti, unë su bëra kur, si ti ke dasht, si ti ke dasht, si ti ke dasht, si ti ke dasht. Si një mallkim, një mallkim. Sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeri unë jam. Mos gjyko ti zemra ime, se kush e di. Ndoshta dhe më keq të bëje ti. Sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeri unë jam. Mos gjyko ti zemra ime, se kush e di. Ndoshta dhe më keq të bëje ti. Bravo! Faleminderit. Bravo. Elin, e di që ke pas fatin me marrë pjesë edhe në koncerte jashtë venit. Ku ke qenë, qysh ka qenë përvoja Po, me performu para një publikut jashtë Kosovës? ka qenë një përvojë jashtë zakonshme, shumë interesant për mu si një fillestare në muzikë. Kena pas turne me shkollën, kena pas koncerte të arbresht të Italisë, do me thënë kemi qenë në Itali. Kam bo me mësu shumë gjana prej këtyre Përvojave. përvojave pa tjetër, prej këtyre rrugtimeve që ai kena bo bashk, kom njoftë edhe njerëz cilë të kom menu që as njerëz s'kom me najt me ta, s'kom me fol najher, po kanë qenë gjithmonë rezultatet për mirë, rezultate pozitive. Për ndryshe, në koncerte që kemi shku, u konë përvoj shumë e veçantë, u konë shumë mirë edhe zakonisht e kena tregu punën, krejt punën që e kena bo, në mënyrën më të mirë që na kena mujt me kallëzu veten. Bravo. A kina e kujtim veçantë për keqëve performansa, që ti rrugtimi, gjatë rrugës, gjatë koncerteve, që keni najt atje, që keni udhëtu, kina e kujtim veçantë Po, që e veçantë patjetër. që e moment. Po? Faktikisht,
nëse na e këshyrim me detaje, jena kon gjenerata e parë që kena pas mundësin me dalë jashtë venit me koncerte prej shkollës të muzikës, edhe ka qeni përvojë interesante për shkak se jemi kon me shoqni në anije, u kon shumë mirë, tragedë do me thonë, rrugës për në Itali. Ka qenë një eksperiencë interesante, pastaj s'fundmi kemi qenë me këndim koral në Kroaci, edhe Sloveni gjithashtu. Ka qenë shumë bukur, kena pas shumë sfida, do me thonë ky rrugtim ka qenë goxha sfidus, pasi që i kena kry krejt koncerte që kemi pas, kemi pushu normal qyshe dën një koncert, pas krejt shfaqjeve që ka i kemi paraqit. Kur jemi kthy për Kosovë, na kanë kthy në kufinin e Serbisë. Po, s'na kanë lënë me e kalu për arsye se... Për me hynë Kosova? Po, nuk e dina arsyen. Edhe që kanë ndodhur? Po, kanë gjetë arsyetime sigurt, diçka që su diskutu shumë masi që jena kthy. A e konë t'informuar që ju jeni shkollë, që jeni... Po, pa tjetër, kemi pas letrat e autobuse për koncerte. Mirë po, nuk ka qenë shumë rezultat i mirë që kena dasht me kalu. Mas të incidentit? Kemi prit për arsye se i kishin kthy edhe disa autobusat e tjerë. Mirë po qatë kohë që na kena prit e kena shfrytzu me një mënyrë shumë argëtuse. Kemi dalë ka qenë një vend me gjelbrim, edhe pse ka fillu me u terru në qatë kohë, u bëjke nata. Nave që kishim bo dikon 10 orë, kur jena shku me kalu kufinin e Kroacis për me hy në Serbi. Po, u lodhëm tepër shumë, mirë po dollëm jashtë. Kemi nis me kënu? Ja, kemi nis me këndu, po pa tjetër. Edhe violinistat i kanë marrë violinat, edhe kena bo shumë muzikë. Jeni konë zonë neutrale, sigurisht? Po. Ka qenë dikon mes pikav kufitore. Një zonë gjelbrem, s'ka pas diçka tjetër, edhe na derisa pritshëm për me u kthy në kufinin e Kroacis, pastaj kemi najt në qatë zonë, kena bo muzik, edhe ka pas shumë publik, se kanë prit edhe prej autobusave të tjerë, pastaj kanë dalë edhe na kanë dëgju, edhe ka qenë shumë interesant, ajo nervoza na u largu prej qasaj situate që e kryum në vetë. Pas një moj koncertin që atë? Kena pas një koncert ekstra, prej atyne që i kena caktu. Po, ka konë për një me një ngjarje për mes me arru. Interesant që nuk u bo kështu mediatiko nësë pas në ndëgju për së rast. Në fakt, disa media e kanë postu, i kanë po, mirë po, edhe në Facebook u postu gjithashtu, po nuk u përmend mo. E kaluar. Cili lloj muzikës pëlqen më shumë, që mendon tarmën ti me pruqat muzikë? Po, diçka që ndëgjohet... Nuk i aloj përcaktume shumë? S'jam shumë e përcaktume, për arsye se jam shumë e përshtatshme për krejt zhandret, krejt më pëlqejnë, krejt artistat që është thashtë dhe ma harti ndëgjaj, më pëlqejnë, mirë po duhet me konë së shpejti me përcaktu çka po duhet dhënë prej vetës. Elin, po du më të pikë kështu. Do më thonë, paraqitja jote është të na paraqitja e parë jashtë shkollës. Po, jashtë shkollës. Çka mas sotit? Çka mas sotit? A ki ndaj plan për me vazhdu muzikën, për me bo kong, për jashtë shkollës tash? Po, shkollë e ke kry, shkollën e mesme, tash të planet e tua. Normal, shkolla ka qenë një ndihmë për mu, për të ardhmen tem, diçka që më ka ndihmu me vendos për disa gjëra, edhe tash jena tu e kriju një kong të re, të shohim çka po bëhet, kena me përzi pak talente, edhe kena me postu, të shohim pastaj çka po bëhet. S'po dyshoj. Okej, po du pak më të ndëgju të knu edhe diçka jashtë muzikës që e kënu edhe i tashtë. Po. Një këngë, qa ke menu tjetë diçka me kënu? Pak ma pop folk, pak ma... Po,
e kom mendu një këngë që ti e ke bu, Okej. është kënga e Teuta Selimit, Ja Fala, Ja fala, po. pa tjetër, a mujna me vazhdu? Pa tjetër. Atë natë që m'le, atë natë që ndam, edhe sot për ty zemra m'qan. E di ku shje, qfar zemre ke, jemi dasht, por fatim nuk je. Takoje nga unë bonit fala, thuaj gabimet ja fala, hej, thuaj se për ty kam qa. Tregoj se për ty po vuaj, se po i kindit dhe muaj, hej, unë e ty kur s'të haroj. Takoje nga unë bonit fala, thuaj gabimet ja fala, hej, thuaj se për ty kam qa. Tregoj se për ty po vuaj, se po i kindit dhe muaj, hej, unë e ty kur s'të haroj. Nice. Interesant për aty zhandet në më thonë këto, kogjani ndër lidhje e mirë. Në më thonë, e ngon edhe këtë muzikë, a? Po, i nga kritohet e muzikës për ndryshe, që shtetash edhe ma herët. Në këngë tjetër Teutës, Teuta ka shumë këngë të mira. E kom përcaktu edhe një, Okej. Miqtemi, Mishtemi. Po. Mëna që të njëtë not me këno me lidhë. po, Hajde. pa tjetër. Se qëto gjë që ishte imja i falet asaj, nuk ka merita, s'ka drejtësi. Edhe unazën edhe bi emrin e tile ta mbaj, bash si një trofe për tradhë ti. Në tasmën e tyre, sonte do të ndrejmë doli. Ata që na vun, kur tha e gracka, a ishin këta të rritje, miqtë e mi. Sot më mirë po i njo, po i shoh pa maska. Miqtë e mi, shoqni, të gjithë keni ditë sa shumë e deshta. Shoqni, mi keni mbajt gjërat e fsheta, kur e kuptuat, pse nuk më treguat, se më tratoj ai. Shoqni, pas një qeve të shokët e ti, shokët e ti, e hasmit e mi. Nice. Bravo. Thank you. Po më vjen edhe çudi, edhe po më vjen mirë që përveç muzikës klasike, do më thonë, por din me i këndu edhe me i dallu. Po, pa tjetër. Pikërisht për që ato je këtu, se e kom po, edhe e kom vrej që ko gjë këngëtore talentume, Faleminderit. edhe që kjo konë karakteristika që ti po din me i këndu shumë lloje të muzikës. Muzika anglisht në ngon? Po, pa tjetër. Po? Kush pëlqen? Ka shumë artista Okej. që më pëlqejnë, mirë po e kom mendu për me këndu sonte një këngë të një artistës, Okej. me prejardhje shqiptare, është Ava Max, Okej. po nuk po e di, është Kings and Queens, mujna me këndu Okej, notën në bedin? Cis, Okej. ose C, qysh të dush, C. C, hajde, C. Se s'përshojmë C e neq. E kena kafë mirë. All of the kings had the queens on the throne. We'll
we'll pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. If all of the kings had a queens on the throne, we'll pop champagne and raise a toast. Bravo. Faleminderit. Nice. Helen, Po? kush ka përkro mas shumë din muzikë që t'ka kuptu edhe që t'ka shty edhe që t'ka Normal. besu prej ditës të parë? Po. Normal, si për çdo gjë tjetër, familja ka qenë shtysi i parë për secilin aspekt të mundshëm, si për muzikë, si për çdo lloj tjetër të artit. Do të thënë, me artin jam shumë e lehtë përgjithësi, pëlqen me vizatum, pëlqen me këndu, instrumentet gjithashtu. Përveç pianos, ai ekzekuton, ai lune instrument tjetër? Më pëlqen kitara, e kam mësu prej vetës, po jo diçka shumë profesionale. Po dhe sa Mirë, minut, po sa me këndu diçka, me përcjell veten, melodit, i di, notat, gjithashtu. Nuk e Mjafton. kam ndonjë problem. Qa ke menu me këno diçka tjetër? Që Kom- përdu këtë rrymat mi prej ka pak. E kom mendu edhe një pjesë të këngës të shkurtë e Goshit, Okej, shumë mirë. po e kena Jetën Edhe shkurta tënde, po, shumë këngë mirë, jetën tënde, okej. po, Jetën tënde, Super, me notën? notën C. Okej. Mos shkatro jetën tënde, nuk ja vlen për mu me hundaje. Lumturon të do me t'paje, a mun është për mu, mos me qaje. Mos shkatro jetën tënde, nuk ja vlen për mu me hundaje. Të lumturon të do me t'paje, a mun është për mu, mos me qaje. Shumë mirë. Po edhe këtë lloj përkënon shumë mirë. Faleminderit. Nice. Do më thonë, për të ardhmen, halop nuk je përcaktu me sakt çfarë zhondre ki me vazhdu. Ende jo. Edhe pse i kam normal, se cili njeri e ka një vizion çka don me bo, për vetën e vet, çka mendon, i kam disa mendime, mirë po të shohim ku po e gjej veten në cilin zhondër. Helen, që pos shef më të një, të e imitu një këngëtar ose një këngëtar, në mënyrën më origjinale që ti mësh me t'inglu si ajo, ose si ajo. Okej, po kuptoj. Mujna me provu, se cili e ka veçantinë e vet. Anë këngë kështë... Mirë, po mujna me provu, pse jo. Po më duket sfidë shumë interesante. Dafina Zeqiri. Të në këngë? Konga veçte, nëse nuk gaboj, si te s'pedi sakt qyshe ka të shkrume. A mund është me përcjell veten me piano në qëtë Po, këngë? Dy sfida do më thonë i kishtë tash. pa tjetër. Okej. Apo i pëndrojnë avenat. Indrojnë Po e venë. folëm dhe ndruanën. Një mënë mu ullë atë? Ska problem. Për këtë orë për shtaqën që sheki. Po, arash mu ullë këtë. Apo këndon ti me mu? Nëse tash ti merë më pyti, hajde, kur dush nësë jam. Bine qyshtu do këtë talenti ri. Na, vetë kështu shto edhe një të kontrolloj piano. Fal. Mire ki. Ush. Sa herë qom shti me kesh,
Qato që kom vers, po du me majt vesh. E di qa dohan, derën me ki qel, se ti den me mrën qel. Vene ti ke gjetë tjetër sen s'ka met, s'ka sen që zbohan. Hajde qaj e ka pret, qaj e ka pret. Kërkush ma shumë, s'ti më m'qunat si ti. Kërkush ma shumë, oh, kërkush ma mirë, se ti nuk ba muni. Kërkush ma mirë, oh. Nice, rëq aty, edhe një këngë tjetër. Nashta s'prish unë me përsërit një këngë prej më herët. Okej. Është e Dafinës, gjithashtu. Që kam, po, okej. Po, kënga e parë. Të du Nice. Faleminderit. Elin, falenderoj shumë që ke qenë sot me neve. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Të uroj suksese. Po shpresoj, as po dëshoj që kemi ecë përpara shumë. Edhe cili është mesazhi yt për fund për ata që kanë më të prit, çka kanë më prit për Elenës, cilat janë kur kemi pru këngën e parë. Besoj që sipas punës edhe interesimit tam, një këngë ka me u bo shumë shpejt. Mirë po jo veç një, të shohim qysh po ecim, ndoshta edhe pak ma tepër, jo veç një këngë qysh e thash pak ma herët. Për ndryshe për njerëzit që më presin mu, besoj që s'kom ju dëshpru. Okej. Shikoj të nderuam, këtë po e përfundojmë. Kjo ka qenë e zgjedhura e këtij muajit, talentja e këtij muajit, Elena Gashi, e cila ka qenë e mrekullueshme, edhe që diti me këndu aq bukur, shumë zhandre, shumë metoda të këndimit, që unë e vlerësoj shumë, edhe ashtu që është hera e parë që e ka përcjell vetëm me piano dikush në emisionin dhe zë mikrofonin. Elenës i dëshirojmë shumë suksese. Ne këtu e përmbyllim sezonin e dhe zë mikrofonit në këtë studio. Po du më ju njoftu që sezonin e dhe zë në verë e fillojmë një javën tjetër me shumë surpriza dhe me shumë artistë të rinj që ju si keni prit dhe si keni besu. Faleminderit shumë, shihemi në episodin tjetër.